Berberina është një nga suplementet më të përfolura, më virale do thoja, sidomos në lidhje me humbjen e peshës. Por a është e vërtet kjo, sepse jemi duke folur për një suplement që ne e marrim deshin adopson. Sipas studimeve dhe sidomos studimeve tek fëmijët, është vënë re, pra ka disa indicie që në fakt berberina mund të sjellë një përfitim në menaxhimin e peshës. Nuk po flasim këtu për një humbje drastike 10, 15, 20 kg, por për një rënje modeste 5 deri në 10% që duke qenë të kombinuara dhe me një stil jetese të shëndetshëm, duke ecur më shumë, duke bërë aktivitet fizik, duke fjetur mirë, duke konsumuar një dietë të shëndetshme, mund të ndihmojmë pra të gjitha së bashku. Kthehemi tek mekanizmi që është vënë re tek këto studime. Berberina aktivizon, stimulon një nga rregullatorët master në qelizat tona, një enzim që quhet AMPK, që ndihmon në stimulimin, në djegjen e yndyrnave të sheqerit për të përfituar energji. Dhe normalisht që kjo pastaj ka një ndikim tek menaxhimi i peshës dhe tek përmirësimi i sensitivitetit të insulinës. Dhe është vënë re te studimet me njerëzit që berberina ka një profil të ngjashëm disi dhe me metforminën, me medikamentin e diabetit për të përmirësuar glukozën në gjak. Çfarë ndodh, sepse të gjitha këto janë të lidhura. Kur ti je rezistent ndaj insulinës, sheqeri që është në gjak nuk arrin të futet në qeliza, nuk futet mjaftueshëm, pra nuk hapen dyert e qelizave mjaftueshëm, dhe qelizat mbeten të uritura dhe sheqeri në gjak mbetet i lartë. Dhe këto qeliza të uritura na bëjnë që ne të konsumojmë akoma më shumë ushqim, sepse na duhet energji, duke na bërë që të shtojmë peshë. Dhe duke kontrolluar, duke përmirësuar sensitivitetin e insulinës, duke përdorur më mirë glukozën, normalisht që dhe kjo pastaj mund të çojë edhe në një rënje modeste në peshë.